Por rikthehemi në studio, ora e saktë shënon 10:20 minuta. Faleminderit regjia që nuk na paralajmëruat, por direkt na kthyet këtu në studio. Dhe Valbona, çfarë do ta tregoj surprizën që kemi për sot apo jo? Jam kur kemi vajza të suksesshme, kur kemi vajza të reja, të cilat çdo ditë na i zbardhin fytyrën, qoftë ajo në profesione të ndryshme, mirëpo qoftë ajo edhe në sport, sepse unë thash që Max ne kishim në studio, mirëpo nuk po largohemi larg nga sporti, po afrohemi pak më shumë në një klub i cili do të zhytemi tamam në sport për të parë se çfarë ndodhen konkretisht. Një ndër klubet të cilat bën bujë, kështu të them, zëshëm, kudo që ato udhtojnë, kanë lojra të ndryshme. Dhe unë jam shumë e lumtur që sot në studio kemi 2 nga vajzat e VHC Çajirit, handballistet, e kemi kapitenën e ekipës Hana Miftari dhe Jona Ismaili, po ashtu edhe handballiste. Mirëmëngjesi dhe mirë në emisionin Mëngjesit, në 11. Si jeni sot njerë? Mirë. Është mëngjesi i zakonshëm i juaj apo jo? Sepse zakonisht zgjoni për në shkollë. Ne nuk zgjohemi kështu, ne zgjohemi zakonisht në sallë. Zgjohemi bëhemi gati para trajningit. Aha, në për salla që shkoni për ushtim. Po në shkolla, jeni në për shkolla një pjesë apo jo? Po, unë kam mbaruar me shkollën, tani jam në fakultet, Jona është akoma në gjimnaz. Do të zgjohesh me çantën me vetë. Po, dy javë kështu. A haron ndonjëherë ta merresh çantën e sportit në vend të shkollës se kështu? Një gjë që duhet potencuar detrosh që dje isha duke bisedu me Hanën, ishim duke dakurdu për emisionin, dhe më tha, unë tha, jam në stërvitje dhe po shkoj në stërvitje. Nga salla në sallë, do të thëtë. Si është një ditë e zakonshme. Nga stërvitje në stërvitje. Dua të di se si është një ditë e zakonshme për Hanën. Stërvitje në stërvitje, na e thuaj. Për klubet të ndryshme. Pasi që është java e HF në Villa, do me thonë është java ku mbledhen reprezentacionet. Kemi grupin e seniorve, grupin e juniorve dhe grupi kadetëve, mos të gaboj, dhe i pionerëve. Do me thonë, Macedonia i ka selektu gjitha këto, dhe grup moshat po ashtu. Unë jam në grupën e juniorve për momente. Ti si trajnere aty në atë? Jo, unë jam si lojtare. Si lojtare, e qartë. Dhe unë dje, do me thonë, kemi fillu, unë prej të grupi me Macedoninë, dhe është me shku me i vizitua dhe vajzat në stërvitje pa ashtu këto në Çajer. Edhe ashtu dhe i thash Valbonës prej në salë. Prej treningu në trening. Tash, sa bukur është të mirësh me sport, sepse me të vërtet ndonjëherë mundon që të mundëson në fakt që të jesh shumë aktive, ndonjëherë besoj që është e pak e lodhshme, mirë po vjen edhe me ato kënaqësitë e veta. Këta për sportistët, edhe ka një thënie. A dini të këndoni ju? Për shembull. Ne dim të bërtasim sa Po nëse të bërtisni po, a dini të këndoni? Jo. Cilat e zanit e kanë të dëmtuara. Perëndia, kur e ndau talentin e muzikës, u dha të gjithëve, përveç se sportistëve, sepse ata ishin në stërvitje. Ishin të zënë. Dhe kanë qenë të zëna me stërvitje, kështu që nuk e kanë talentin e të kënduar. Po ka edhe nga ata që din. Po si shtotë, si shte? Unë nuk dyshoj në aftësit. Jona, po është dua të të pyesë edhe ty, si është ta balancosh jetën, sidomos tash që je viti 2, ndoshta po përgatitesh si të përmëstimet, i ke këto provimet e fund vitit. Sa është të vështirë? Është shumë rëndë se dush edhe me njanë me da kohën për shkollën, akne nësë pjenë stërvitje, dush me fokusu të të dyjat, kur vjen koha e notimit është ti për rëndë. A kështu... E kuptojnë profesorët, mësim dhënësit, kuptojnë, sepse po mirësh profesionalisht në një sport? Nuk bëjmë problem, edhe gjithmonë dalë edhe pjorëve më herët për treninge, sa ne kjo është shumë e nevojshme. Unë doa të ndalim pak... Ka tolerancë tek mësim dhënësit, ka tolerancë që ju tolerojnë, për gjithë ata cilët janë me aktivitete fizike, ose që na prezentojnë në një klub, i cili tashmë ka marrë name nishan të mirë të mbarë, të themi. Fatmirësisht e kemi fillu sezonën në kampionatin tonë vendor me fitore, do me thonë nuk kemi pas akoma humbje, përveç se në Sloveni që ishim tash për, do me thonë për të luajtur atje, atje ndeshje me Slovenët, atë humbëm, po... Ne gjithmonë flasim për sukseset. Ndonjëherë është mirë pak të ndalim edhe të themi çfarë ishte gabimet, për shembull në Sloveni, sepse nuk kemi mësuar që të dëgjojmë nga vajzat që humbin ndonjë ndeshje, jemi mësuar gjithmonë të festojmë sukseset, mirë po ndonjëherë është mirë që të reflektojmë në një farë mënyrë. Po fatkeqësisht lodhja, ndoshta edhe lodhja, pasi që para
Në bazë ndeshjes me Slovenin, keshim këtu edhe në kampionatin vendor, keshim edhe ndeshjen me Gjorgje Petrovin. Po ashtu dëshim të koncentrohemi shumë edhe në atë lojë, sepse kishim të mërkurën ndeshjen me Gjorgje Petrovin dhe të shtunën Gjorgjen me Slovenin. Ishin dy ndeshje shumë të vështira, na u deshte forca, na u deshte mundi, psikologjia, gjithçka. Mirë po, me Gjorgjen ta cikim edhe e fitum lojën, ishte shumë e vështirë, sepse mbas 8 humbjeve radhazi ndaj Gjorgjës, ata ishin 3 vite radhazi shampion. Dhe tani ne i mundëm ato, sigurisht ne nuk dëshim edhe shumë të koncentrohemi në aty, sepse na u deshte edhe për të mbani energji edhe për lojën e radhës, të cilën e keni Mirë po ajo energjia, ajo atmosfera, kur është që i të fitu, akoma më shumë do në dhanë maksimumin. Ka adrenalin më shumë edhe gjatë lojës. Mirë po, ndeshje me Slovenin, fatin nështë nuk ishte në anën tonë, mirë po, suksese, shpesim të vazhdojmë kampionatin. Do të ketë lojë të radhës, sfida të radhës, do të ketë ndeshje tjera, kështu që nuk përfundoj bota këtu të ta Po, është mirë të reflektohet, do të thënë ndonjëherë edhe tek humbjet. Po, i duhet pozitivisht ta marrim. Po, sepse unë kam pasur intervista tjera me Hanën dhe gjithmonë kemi folur për sukseset e kështu jemi mësuar gjithmonë të ndalim tek sukseset, mirë po është mirë të dim pak edhe se si mua më intereson shumë. Mua më intereson për shembull pse konkretisht me handball, duke ditur se ka shumë profesione që janë sportet ndryshme. Ose edhe profesione, për shembull, pse ju me balet? Po pse konkretisht handball? Jo, na pse handball? Për shembull. Po, në këtim ka pëlqy shumë, se nuk është bashkë sport kështu, adhen sport i lejt, dush pak me mundime e sene dhe kom pa në gjonë jam për shkët sport. Adhin vetën e kom gjithë. Nësi e gjithë e vetën aty është pyetja. Do të thënë është sport i vështirë. Do një përgatitje fizike, psikike, është sport kolektiv shumë. Unë në lagje kam luajtur shumë volejboll. Ne kemi pas në lagje, normalisht edhe lastik i ka qenë, tash nuk e di si quhet, po lastik. Na mundson që sot ta kemi ta mbajmë fizikun, jam falënderuese e atij sporti që e kam praktikuar shumë mirë, po në lagjen time ka qenë praktika e volejbollit. E kemi dashur shumë volejbollin. Në lagjen e juaj me rjeta, aty edhe keni luajtur. Po handbolli i ka ata topi që është me atë një ngjitse, ç'është ai ngjitse. Është pak sa, e përdorin, domethënë gjithandej përdoret ajo. Po, është patjetër sushme. Është interesant si profesion. Unë fillimisht kam filluar me ushtru një herë volejboll në klubin Rabotnički, që gjyshimi ndjerë më ka drejtu në atë sport. Mirë po pasi ndroj jetë, pse ai ishte motivimi më i madh, aty edhe pak më fik shpresa për me vazhdu në atë sport edhe nuk vazhdova më. Pastaj po ashtu... Pse si e gjite vetën tek handbolli? Po ashtu... Kthesa tjetër ishte te note, asa te nuk muja. Kthesa tjetër te handbolli. E treta e vërteta. Ka fatur 2-3 kthesa që derisa e gjete vetën. Definitivisht e treta e vërteta. Duhet të eksperimentojmë në jetë, derisa jemi të rinj, duhet të eksperimentojmë derisa ta gjejmë veten dhe sot je kapitene e profesione do shta dhe pse jam shpirt luftarak, më pëlqejn sportet që kanë mundje gjana. Dhe ndoshta edhe aty jam bazuar. Handbolli e kërkon, po. E kërkon handbolli. Kërkon forcë, kërkon shumë kondicion. Unë do ata pyes Jonën, ta vë pak në siklet. Nuk don egoizëm, nuk e ka egoizmin të theksuar. Domethënë përveç se që duhet të jetë lojë kolektive shumë. Po, teamwork. Po jo, zakonisht tek njerëzit ekziston egoizmi, sepse tani e kam portën hapur edhe do gjuaj, jo. Po momenti kur e ke hapur, duhet të japësh dikujt tjetër. Është lojë kolektive. Normal. Kur të lush atë nuk të luam vetëm për vete, do është lush për gjithë ekipën. Gjithë për një për gjithë. Po, gjithmonë. Unë do ta pyes Jonën pak, ju ta vënë në siklet, mirë po cilin trenere do në më shumë, mien apo Basrion? Tash nuk më... Tash, edhe kuptoj se çfarë pyetje, nuk dua të të vë në siklet, po cilin e do më shumë? Ma vonë ka me shku në trening? Nuk e themi sot. Nuk ja u tregojmë këtë pjesë në emisionit, do ta ndalim transmetime. Do ta presim këtë. Po cilat janë avantazhet me Basrion dhe cilat janë avantazhet me Mia? Po, kështu e tash. Mia o kanë në ajo e para që ma ka propozuar në bollin, se unë në shkollë kam pas profesoresh Mien. Edhe më ka thënë atë një kështu bashkë për handball, këna në ikni edhe kom vendosur që me ajo kanë më thënë motiv e kështu për eksperja që ma ka thënë në Mia, masane normal të Mia kom ushtru një kohë gjatë, dirisa kom ri për me ligën e parë, tash me Basrion jam pak më e lirë, se aty ushtroj. Mendoj që janë të dy të shumë të mrekullueshëm dhe marrin një harmoni shumë të mirë në ekip. Nuk e njoh, po shpresoj që do na i sillesh do i dinë. Po patjetër që do të sjellë. Po presim fitore të tjera. Pyes edhe vajzat për shembull. A ka patur momente që ndonjëherë që ta lini sportin
keni patur dilema të mëdha, ta la, por ka patur një kthes tjetër që keni thënë jo, do ta vazhdoj. Ka ato batica. Po duke që pas kam pas disa herë. Po, patjetër, mendoj që jo vetëm te ne, po ekziston ajo te secili sportist. Pasi që ndoshta ndonjëherë jo nuk është atë lojë, nuk është dita jote, mundet të shkojë ajo ditë e lojës shumë keq, më pas asaj ti ndalesh me ndonë, okay, do e la, nuk është për mu. Gjitha këto gjëra ekzistojnë te secili sportist, apo ndoshta ndonjëherë kur ka ca fytësh pak me trenerin dhe edhe këtu vjen ai momenti, jo që unë sot do e la, nuk do vazhdoj. Mirë, ajo është vetëm në momentit, sepse pastaj besoj që ajo gjithë kalon dhe ndalesh me ndonë me kokën e ftoftë. Okej, kanë qenë vetëm momente pak Sa bukur nervoze. me kokën e ftohtë. Kokën e ftohtë. Kryemi te koka e ftohtë, do ndjekim publicitet shkurt, nëse i kemi, dhe të rikthehemi këtu me kokën e ftohtë. Miq dashur, po rikthehemi në studio, siç premtuam një me ftohtë, me mendje të ftohtë, me kokë të ftohtë. E ftohtë, mirë po një bisedë shumë e ngrohtë. Po, unë do doja të pyes vajzat, si për balloni, për shembull, para gjykime që shoqëria joni ka ndaj femrave që merren konkretisht me sport, a? E kemi këto fenomene në shoqëri. Sepse vite më përpara dhe në Çajër nuk kemi pasur shumë të themi kështu organizime sporte të ndryshme për vajzat. Por tash është shumë më serioze. Keni kaluar këta sfida, qoftë në shkollë, qoftë në për ekipet të cilët keni luajtur? Besoj që gjithkush i ka atë ma mirë me një secili sportist i ka ato sfidat, ballafaqime, sfida me veten. Mirë, po ato që flasin, mundën të flasin vetëm prej inatit, sepse kanë dëshirën të bëhen si te, mirë po nuk munden. Po është edhe një e keqe sepse unë jam në reprezentatorin e Maqedonisë. Unë kam marrë pjesë në gjitha grup moshat, si në senior, si në junior, si në kadet. Mirë po, nga që jam edhe vetmja shqiptare, ta them. Ashtu, ha? Po, kam pas të bëjmë më shumë me palë maqedonse. Në fillim, normal që të shojnë me një sy tjetër, sepse realisht unë kam luajtur 60 minuta, mund të them, nuk kam pas konkurencë. Mirë po, ndoshta dhe të shohin me sy të keq për shkak konkurrencës që e bën. Dhe gjithmonë janë disa fjalë që të lëshojnë kështu nga pak. Mirë po, unë them ato janë vetëm kaluese, po patjetër. Nuk do të ndikon në fakt as pak sepse unë shoh punën time, vazhdoj punoj. Se shka flitet mbrapa meja, janë nuk është në favorin të mas pak. A Jona që do thot Jona që thonë shokët e klasës, shoqit e klasës. A marrë më Jona leje këtë profesion ka të shka tjetër? Po, hinë zanat, leje në bollën, se nuk është për... Ka edhe kështu. A ka para gjykime Hinë tilla? zanat, ja. Po, kështu atë në thonë që s'ki me mbri kur gjo, nuk t'japin motiv, ti edhe pse nuk i ngana, ma prapë se prapa jo pak ka me të ndiku, normal. Po. Arrin deri te te. Po kështu zakonisht ndodh më shumë prej vajzave apo edhe prej shokëve me shkujve? Prej të s'ka dallime. Ma shumë prej djemve, besoj. Ma shumë prej djemve. Jo, be djem nuk flasin shumë, me qatë flistit. Jo, vreq. Djem të mos ta dallojnë që jetë pak me forca ata fizikisht, do me thënë ata do të Ata e thonë prej dembelizmit që e kanë dhe që nuk kanë mundësi që të qasen me këtë lloj profesioni edhe fuqin nuk e kanë dhe prandaj flasim gojët e liga, do me thënë mundohemi që t'ja tregojmë profesioni si një profesioni i keq, edhe pse nuk ka profesioni të këqij asnjë. Dhe sidomos kur jeni kaq të suksesshëm në fushën tuaj. Ju përderisa e keni gjetë veten në këtë lloj profesioni, unë ju uroj shumë sukses, shëndet të keni, edhe dashje faqe bara gjithmonë në këtë profesion. Por don për kushtim, don kondicion shumë. Unë dua pak të ndalem tek vajzat, sepse tash sukseset kanë filluar, janë të suksesshme, fitoret më vetëm po shtohen. A e keni ndërmend me dalë për Maqedonisë me vazhdu dikun tjetër, apo si keni... Apse shqive një sy të dyre? Apse po shikojnë? Nuk ja tregojmë, pas 30 tani ka të ndaluar të shikon emisionin. Jo, shivat, si janë ëndrat? Flasim për ëndrat pak. Në qoftë se të propozohen kushte më të mira për jashtëtetit, patjetër pse jo, sepse tani realisht edhe fatkeqësisht kushtet për sportist janë shumë të keqija. Fillimisht ne nuk kemi sallën tonë, ne duhet të huazojmë sallë për me luajtë garat evropiane. Dhe ajo është fatkeqësi, po patjetër. Ne ushtrojmë sallë sportive që është sallë e shkollës fillore 7 marsit. Ne nuk kemi sallë tonën posaçërisht. Kjo është për të ardhur keq dhe kjo është një gjë që italian dëshiran ti për me
dalë jashtë vendit për me pa kushte më të mira, për me pa kushtet e sportistit, se si funksionojnë. Kur udhtoni ju në fakt e shifni se gjitha ato kushtet Për shembull, edhe kemi udhëtuar shumë vende, kemi udhëtuar në Sloveni, në Holand, në Izrael, në Danimarkë, në qenë. Gjitha vendet, në shumicën e... Danezët janë të mirë, Po, patjetër, Skandinavia Skandinavia kanë shumë të mirë. handballin e kanë gjerë zakonisht shumë të theksuar. Dhe kushtet atje kur keni shku ma gjepsës, mendje. Kundra të ne këto, mos t'vinë ata me pa kushtet tona, se thonë. Dhe kjo është e bukura. O Zot, më jep një vuajtje që të kem krijimtarit ta çoj. Kështu që mirë jemi edhe me këto kushtet. Okej, shpresojmë që do të bëhet një ditë edhe Jona, më më duket që më njëherë do të kishte pranuar. Çfarë do lloj feste? Jashtë jo. Me të parën, Jona, ashtu më duket. Jo, nuk e besoj. Do të qëndroj stoike këtu, sepse besoj që siç jeni ju shembull, do të bëhet edhe një ekip shqiptar këtu në shtetin tonë, që Zoti na e ruaj dhe na e shtoft me të mira. Dhe do të kemi edhe një klub shqiptar ku do të jetë, ndoshta dikur mund të jetë pjesë e reprezentacionit. Pse jo? Po na duhen talent të rinj, duhet njerëz, kështu që i bëjmë edhe ne emisionit për t'i motivuar edhe prindërit, të cilët kanë fëmijët që e dinë që mund të kenë një talent në lidhje me handballin apo çfarë do lloj sporti tjetër, le t'i orientojnë sepse na duhet konkurenca po ja. Sa më shumë sport, aq më shumë Aq më suksese mirë. dhe aq më Edhe shoqëri më e shëndetshme. ngritet shoqëria Më dhe e shëndosh. niveli i mendësisë, me thënë kështu. Unë pak dua të ndalem tek se sa vite ju ushtrojnë në fakt me sport. Që sa vite bëhet Hana që merresh me handballin. Sepse pas ke ushtruar sporte tjera, mirë po handballi që sa vite është. Unë prej vogël, prej bebe, më do të që Që je në sport, gjatë gjithë kohë. Mirë po, me handballin ka gati 8 vite që ushtroj. Dhe çfarë pozicioni ke në lojë? Ka pozicione të ndryshme aty në Kam fushë? fillu me pozicionin jashtë, do më thonë që i thojmë neve back. Mandej, kur kam fillu me grupin e seniorve, do më thonë me ekipën e parë me ushtru, treneri Basria, do më thonë, sugjeroj të shkojmë pivot. Pas që isha e madhe, pozicioni pivotit është në vim brenda. Në vi brenda. Në gjuajtje, në sulm, nëse zgaboj. Fusha e titanëve, aty ku bëhet e ndeshja. Te golli aty ko. Te katrahura. Ta themi ashtu. Edhe Dhe tash aty je këtë pozicion e ruan tani për Po, momentin, tani a? aty jam. Dërsa Jona, cili është pozicioni jot më i preferuar, të themi? Back, që aty prej fillim. Aty je pozicionuar, Edhe ma aty kom edhe çaj, kafe, aty se s'ka loja. Aty mos të ndaj. Kur është ekipi i mirë. Se bëjmë shaka. Po është pozicion edhe ai i vështirë shumë. Po, i vështirë është. Gjitha pozicionet janë të vështira. Gjitha, Po. Po mirë. Domethënë ju jepni shumë për ekipin. Apo. Çfarë jep ekipi për ju? Po besoj që sa japim ne për ekipin, ashtu edhe ekipi e për ne. Ka një feedback të mirë, Po, për shembull, unë jam falenderuese edhe ndaj trajnerëve të mi për shkak se ato kanë kontribuar te on që është vlerësu puna edhe nga reprezentacioni i Maqedonisë, është pa, edhe më kanë bërë ftesë ato. Do me thonë, aq sa kontribuojmë, besoj që kemi shumë talent të ri tani në ekip. Kemi vajza të reja që fillojnë nga musha 7-8 vjeçare. Janë pjesë e ekipit që merren me ushtrimin, po? 120 fëmijë ndoshta mos gaboj që ushtrojnë. Edhe kjo është fatkeqësi për shkak se ju tregova që nuk kemi kushte ne. Pikërisht për kaq shumë interesim duhet të kenë kushte të tilla. Mos të kesh të okay, kuptoj ndoshta është vështirësi ti realizojnë të gjitha kushtet mirë, po ka shumë interesim nga moshat më të reja dhe mos të ketë kushte është fatkeqësi. Është shumë i madh. Patjetër. Do të thonë interesimi është shumë i madh edhe tek prindërit. Më duket që ju jeni fajtore sepse sukseset e klubit të vajzave të Çajirit. Zgjidhet njëri për gjithmonë viteve të fundit, mendoj që keni zgjuar një interesim shumë të madh tek të gjithë moshat. Mendoj që me të vërtet ju jeni fajtore, të themi kështu pozitivisht. Pozitivisht për një interesim kaq të madh sidomos me sportin e handballit. Unë pak ka shumë dua edhe ta përmendë se në cilën kur hyni në fushë në fakt, në cilin mindset, siç thonë amerikanët, çfarë mendoni? A mendoni rezultatin? A mendoni fitoren? A mendoni ndonjë diçka tjetër? Cila është domethënë ai vizioni? Ato ai mjegullin në kokë që urrin. Sigurisht fitore. Sepse e keni domethënë një fokusim vetëm fitoria, është? Me të thënë drejtën, unë e kam ashtu vetë për vetit. Gjithmonë kur shkoj në lojë, edhe them, sot kam e luajt mirë, bashkë në atë lojë nuk kam veç fare. Kështu që mos e thuaj asnjëherë. Të mësot s'kam më kanë ditë aja, edhe s'kam e luajt
veç mirë. E pëtani atë lojë, unë filloj me lujtë ma mirë. Mirë po jo, veç a kam, kur ty është fillimesh aty duhesh gjitha gjana që janë jashtë sallës, me largu, mos me mendu jo për filanin fistikin, asnjë gjë. Ti je ti aty konkretisht topi, ndeshja, loja, kolegët. Loja, kolektivi aty, ekipi pa tjetër. Plus unë kam edhe një barmat vështirë tani ndoshta, edhe pse jam kapitene. Që duhet të Duhet menaxhosh. si lidere po mi menaxhu pak vajzat, mi u dham për krahje vajzave. Çe ke marrën këtë rol? Si e ndjekur u emërove kapitene? Pa tjetër që shumë mirë. Mirë po për këtë i falenderojmë edhe trenerit Basri që ka pas besimin në mu dhe më ka shpall për lideret ekipës, sepse unë jam krahu i tij i djathtë. Edhe është ndryshe për shembull kur vajzat komunikojnë me mu për problemet që ndodhin në ekipë dhe pastaj unë sqarohem me Basrion. Është ndryshe kur komunikojnë femra me femër dhe kur komunikojnë ti je femra ura me lidhse mes trajnerit edhe vajzave. Me që jemi edhe në minutat e fundit, vajza, do doja që çfarë do u thoni të vajzave tjera, të cilët po na ndjekin, shoqet, ose vajzave tjera që janë Tetov, Kumanov, Kërçov, Dibër, Struk, gjithandaj ose prindërve. Dhe kanë Aty japin një pasion mesazh handballin. në lidhje me qoftë me profesionin këtë handballin apo me ndonjë profesion tjetër. Një mesazh motivues që mos dorëzohen, diçka të bukur. Mesazhi im për gjithë rinjin, domethënë, është pa marrë parë se duhet më cek edhe kjo që të ne fatkeqësisht prind shumë i ndalojnë vajzat në profesion të vazhdojnë me handball. Zakonisht i drejtojnë në zanatet e frizerit, nëse mendojnë që diçka që mendojnë që është më fit imprurse, por caktohet domethënë nga prindi se çfarë do të vazhdojë. ta lëm këtë të prindërve, ju çfarë do të thoni? Ju sikur flisni me ata direkt, ja ku e keni ekranin dhe thoni, o Ta motra marrin të dashura. lirin, domethënë Jepi personale një dhe të mesazh ja ku e vazhdojnë. ke atje direkt te kamera. Motra të dashura. Motra të dashura. Mirë në profesion. Shoqe. Çfarë doni ju? Mëse doni kërkani? Bravo. Po, patjetër. Fiksa jo. Çka t'ju thot zemra me atë drejtim. Dëgjojeni zemrën tuaj. Dëgjojeni. Aty e bukur është. Edhe unë kur kam Dëgjojeni vazhduar zemrën muzikën tuaj. kam bërë luftë në familje, prandaj atë mirë tha në fakt Hana, kishte domethënë idenë thelbin e duhur sepse prindërit ndonjëherë dinë ndonjë profesion që është më fit imprurës, mirë po dashuria dhe pasioni duhet të vazhdoj. Sepse prindërit mendojnë gjithmonë për më të mirën, për Patjetër, fëmijët, po por fëmijët- ndonjëherë edhe ëndrrën e fëmijëve duhet ta Por kur përcjellin. fëmijët e dinë se çfarë duan, është më mirë që ta bëjnë me shumë dashuri. Vajza, Vajza, shumë faleminderit jeni të për mrekullueshme. ditën. Ju urojmë shumë suksese. Besoj dhe shpresoj që t'ju shohim me reprezentacionin e shtetit tonë bashkë me Danimarkën, se e kam sfidë Danimarkën kur i shoh ata se çfarë loje të mrekullueshme, edhe Spanja në gabojmë, edhe Spanja. Faleminderit shumë për ditën, ju uroj shumë suksese, dalshit faqebardha në punën tuaj. Faleminderit edhe juve për Faleminderit shumë që keni nda kohën e juaj, jeni të mrekullueshme dhe paçi sukses me Kumanovën, a? Loja tjetër do të jetë me Kumanovën, a? Sigurisht. Hana tha, e fitojmë ajo është tash.